kjo katra nuk është ashtu si dukej. Në për spital. Më vjen keq nga trova. Nga trova. Unë bëj shumë si simpatik në fillim. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Ju e dini, fillimi i çdo emisioni nis me falënderimet për gjithë ata që na ndjekin nga diaspora. I përshëndesim edhe një herë, mos më kërkoni të përshëndes çdo shtet, është e pamundur. Është sigurt që do harroj diçka dhe sigurt që ka shqiptar në gjithë globin. Dua të falenderoj gjithashtu të gjithë juve që ndodheni brenda Shqipërisë dhe shqiptarisë tërësi. Na bëni follow dhe subscribe në rrjetet tona sociale, Flak Fare është kudo, Hoje Media është në YouTube, aty mund na ndihmoni për të grumbulluar subscribe dhe për të viewer, për të prodhuar content. Duhet falenderoj gjithashtu sponsorët e mi. Argjendari Donaldo gjeni përballë qendrës Top Tani, lehtësisht ose në Instagram. Birrën Epos, birr legjenda. Shepesi ku fryma është legjendë dhe fryma ime në këto më gëzuar një herë më ta bëj me Epos, po duhet pi dhe bumbu tani direkt. Bumbu që është bumbu në fakt është rumi më i ri në Shqipëri, ka pak kohë që ka hyrë, gjithë ata që pëlqejnë rumin me siguri do t'ju pëlqejë shumë, gëzuar edhe me bumbu. Konfirmoni ftuari që do ta prezantoj pas pak. Çfarë tjetër ka? Sallamet tona që na shoqërojnë çdo emision, me shije dhe përbërës të ndryshëm, përbërës shqiptar gjithmonë, dhe sigurisht Juten, që nuk na ndahet që nga dita 1, dhe Petalin, sponsor në ri, ja Petali këtu. Petali, janë të butat, mirat, mrekullueshme. Thënë gjitha kjo, tani do të shkoj tek i ftuari. Bëhet fjalë ndonjëherë të bësh prezantim për njerëz ose grupe ikonike, ndonjëherë është e kot. Është e kot të flasësh shumë për diçka që ka folur vetë. Megjithatë, eksperienca ime personale për sa i përket atij grupi dhe edhe individit që kam që është përfaqësuesi atij grupi këtu është kjo. Besoj se për shumicën e shqiptarëve, qoftë në një rrugë, qoftë në një makinë, qoftë në një situatë vetmie, qoftë në gëzim apo hidhrim, është e sigurt që kanë kujtim një këngë të tyre. Dhe më duket sikur West Side Family, përveç se kanë qenë për mua personalisht një referencë i një memorie personale, më duket sikur janë eksaktësisht lloji grupit që janë një referencë memorie kolektive. Ndërmjet këtyre grupeve, ndërmjet këtyre artistëve ikonik, mendoj se njerëzit, popujt në tërësi, mund të kenë referenca të si kanë qenë, si janë dhe se si do të jenë. Dhe ngelet personalisht unë të ndjej natyrale dhe komplet organike nevojën, sikurse dhe ata natyralisht dhe organikisht kanë arritur që të jenë pjesë e imja përgjithmonë ndërmjet kujtimeve që kam, ti falenderoj publikisht dhe të falenderoj edhe një prej antarëve, Landi Hysin, i cili më ka nderuar me prezencën e tij. Landi, shumë faleminderit. Në emër të një fani do quaj, ose tifozi ose adhuruesi të muzikës që keni bërë, po në emër edhe të një njeriu që të njeh personalisht dhe ka me respektin maksimal. Rudiizmo je Flak Fare, gëzuar me birrën Epos. Bir legjendash. Bir legjendash për një legjendë. Edhe unë them ta mbyllim këtu sepse nuk kemi çfarë të themi. Jo, nuk folje shumë, ke folur në një mënyrë që më preko dhe më emocionon jashtëzakonisht shumë, sepse duhet thënë pak për sikut që nga fillimi që unë kam parë që në herë të parë më kanë transmetuar një energji, jam shumë i lumtur që jam pjesë e podcastit tënd këtu. I përshëndes gjithë ata që të kanë mbështetur dhe nuk e kanë çuar as pak dëm, madje do doja që dhe të përfitoj nga rasti që përveç shtyre të shtohen mbështetësit, sepse vërtet që nga dita e parë që unë të kam parë dhe prezantimi im ka qenë nëpërmjet televizionit, e kam ndjerë energjinë tënde, jam shumë i lumtur që jam këtu dhe si thuaç dua të ta kthej në maksimum këtë respekt që ti më bëre, sepse edhe ti je djalë që i meriton të njëjtat fjalë, si kundër i the për mua, unë jam bindur që nuk do t'i thosha aq bukur sa ty. E vlerësoj dhe jam shumë i kënaqur që më në fund mbas 1 milion angazhimesh e gjeta kohën të jem këtu dhe jam shumë i kënaqur. Landi, shiko, je ndër njerëzit më korrekt që kam komunikuar. Unë e di që ti je korrekt në fakt se të njoh prej kohësh dhe e di që je një njeri që vendos shumë standarde të larta për sa i përket disiplinës dhe korrektësisë. Edhe më vjen për të qeshur kur ti thua që nuk po gjeja kohë, kur arrite dhe e organizove aq shpejt në një periudhë që e di që je shumë i zënë. Ka plot njerëz në Shqipëri fatkeqësisht në të gjitha fushat
që nuk e kanë këtë korreksi edhe mendoj se është një arsye kryesore sepse ne nuk ecim parë në përgjithësi si popull. Un kam shumë respekt për mediat, për gazetarët që nga fillimi nuk kemi asnjë marrëdhënie të cënuar me kolegë, me gazetarë etj. Dhe historikisht nuk e kam bërë asnjë që të duket sikur po zbyth dikë. Kur them që nuk kam kohë, është thjesht bukur pasë sepse nuk kam kohë dhe nuk është se të them edhe pse mund të më thuash 3 herë, 4 herë, 5 herë, nuk është ky rasti që unë dua të largoj dikë. Kur nuk kam kohë për shkak të 1 milion gjërave që unë bëj, edhe nuk është mungesë respekti kur them që kur thua jo. Më mirë kuptoj dhe kur them jo. Po jo, është fjalë e shenjtë. Dhe në shumë raste, madje unë jam edhe shuhem edhe që jam i drejt për drejt që them shiko se këtë gjë nuk i ri formatit tim dhe vjen keq. Pra ka pasur mikesha dhe miq që më kanë kërkuar të bëj podcaste, nuk po përmend emra, që më kanë kërkuar të bëjmë podcaste për familjen, ndoshta edhe për historinë time dhe unë kam thënë shikoj ditësh muhabeti nuk e ndjej momentin që dua të flas për këtë çështje tani. Diskreti e tini me këtë gjë. Dikujt mund të ngeli hatri, por unë nuk refuzoj të them jo. Jo, shumë mirë bën. Dhe nuk ta them me lezet, ti bie nga kina. Ditësh muhabeti nuk e ndjej veten mirë dhe kjo pjesë. Pra mund të të bëj punë ty, po mua nuk më bën punë. Qartë, është fair enough do thonin në anglisht. Edhe është diçka që mungon shoqërisë që njerëzit gjejnë guximin që thonë jo, nuk më bën punë, të jenë sinqertë dhe edhe pjesës tjetër ja lehtëson. Është një shprehje. Se ta mbash në rend, po them. Është një shprehje shkodrane që thotë më ke bërë gjysmën e punës po më pa të thënë jo. O sa mirë ta shkodran sa shprehje të bukur. Dhe është edhe një shprehje tjetër fantastike që thon typ vetë janë qef. Pra të gjitha këto ka disa shprehje shkodra që unë i mbaj afër zemrës që në momentin e parë që kam dëgjuar. Të them jo dhe nuk ta them jo me arrogancë. Madje po sjell ndjes pas një mendim të doktor Flori që më tha Lando dikush është problemi jot më i madh që ti nuk je korrekt. Si thash unë se jam korrekt? Jo për ta nuk je korrekt, ti je më i mirë se ç'duhet. Thuaj më valla je korrekt. Po, jo, nuk e nevojë të rish, të shtjellosh, të zbrazësh tëndën, ti mbushësh tjetrit. Je korrekt. Thuaj jo, me elegancën dhe këtej, po nuk ka nevojë të jesh më i mirë sa duhet valla. Sa i mençur ka qenë ai djalë. Po, domethënë shumë. Edhe ti je mençuruar normalisht me gjithë këto vite që kanë kaluar, sot je. Ajo është pjesa që unë përpiqem. Eksperjenca. Më fal që ndërpreva. Ajo është pjesa që unë përpiqem ta mos ta pranoj me veten që di. Gjithmonë them ka më mirë. Ne po kjo është dia vërtet. Pavarësisht se ti më thua mua perfeksionist, unë e vlerësoj, po unë prap them në mënyrë shumë të përulur, them që plagot dua ta përmirësoj akoma vetëm. Është i pari i njerëzve inteligjentë dhe perfeksionist është eksaktësisht thënit që nuk janë mjaftueshëm perfeksionistë. Domethënë kjo është eksaktësisht rruga që çon drejt perfeksionizmit. Ti besoj Landi e di pak a shumë formatin se si funksionon. Ky është një format i frymëzuar nga një format i huaj ndërkombëtar shumë i suksesshëm, nga më pak djegse tek më shumë djegse. Unë nuk e di si ke marrëdhëniet me djegset. Mua më pëlqejnë djegset. Pëlqejnë. Por i gabuar jo, nuk e di pse marr njerëz i pëlqejnë. Po jo. Unë për ty plago mund të haj edhe dhe ose gur. Sa i mirë. Mos e vrit më. Nuk e di sa do ti toler gëzuar dhe me bumbun. Po, gëzuar. I ke qef jetë unë e di më po edhe për publikun. Specifikisht nuk e di nëse është ky apo dikush tjetër, po di është një tjetër, një këtyre bumbus që vjen më rumbullak. Ai më ka shijuar më tepër. Nuk e di a është ky original apo është thjesht nuk di të ta them. Po kam përshtypjen që nuk është fiks ky. Nuk e di tani. Ai tjetri sepse kanë disa linja. Kanë disa po. Po, ka qenë ndër të preferuar edhe mi. Ky është the original, thotë ky bumbu original. Një tjetër shishe transparente, po. Okej. Mrekulli. Fillojmë tash me zjarrin tënd. Thua tani si njerë me të parën ta provojmë si të duken. Nisi me ç'a duhesh pastaj merr si ushqim. Unë marr kështu ti merr patate ç'a duhesh. Jo, do ta nisim me sonë, diun do të bëj interesant tash. E ngjeva shumë apo vrit veten frites? Nuk e di, shumë në standardet shumë e nuk është da ajde, është po djegsesh. Okej, unë do të them për shtypjen. Të djeg majën e gjuhës, lehtë, edhe pak fytyn. Por jemi shumë okay. Te kjo jemi, vazhdojmë. Kjo Se Landi shkruaj detajist i përshkruan gjitha. Ky rumi është si ma the fjalën? Si ma the fjalën asaj? Më ndafsh velutato. Velutato. Më tha ky rumi ka një velutato. Domethënë nuk duhet ta thoshe sepse i kam shumë bezdip të përdor fjalë të huaj në shqipe, po ajo më erdhi dreqin, dhe thash velutato. Po vjen pak vjen si kadift. Edhe si viskoz. Çfarë detajzi. Unë e di që ti ke dhe pasionet e purove për shkak që ke qef ta ndezësh në një puro, e di që je pasionant tek ajo. Ato, domethënë,
Unë nuk e di a pi as pije këtu sepse në një atmosferë të tillë ndez. Pra kur jam mirë, ajo E pim, po s'kisha thënë. Ta kisha. Por kur jam mirë në shoqëri të mirë, në kohë të mirë, ose kur jam me veten më pëlqen dhe ajo e shijoj. Pra nuk është se e pi në çdo moment. Ka pasur edhe raste kur e kam marrë me vete, tavolina nuk e qenë e duhur dhe s'kam ndez fare. Më kupton? Është mendjesi, ë? Kurse tashi unë jam fiks në atë gjendjen që ja ndjej mungesën asaj gjë, pra për të dhënë të kuptosh që jam në atë lloj gjendje të mirë. Okej. Tani ti në shumë intervista që ke dalë, disa prej cilave kam parë dhe unë, ke rrëfyer shumë për fillimet tuaja, në fakt është folur dhe përfolur për to dhe besoj se shumica dërmuese e njerëzve e dinë se si ka nisur udhëtimi juaj me West Side Family dhe të gjithë historikun më tej, është një nga historitë më të njohura, absolutisht. Ajo që më lind si pyetje, natyrisht është, a do mund të kishte West Side Family pa ty? Qa pyetje bukur kjo plako. Kjo ishte djegsja fundit. E mirë është. Edhe më saktë çfarë do ishte ti pa West Side Family? Shiko, besoj do kishte. Do kishte sepse shtylla, truri dhe zemra ishte Dr. Flori. Që ishte krijimtaria e West Side-it dhe një pikë shumë e fortë në krijimtarinë e muzikës dhe këngës shqiptare. Besoj që do kishte West Side pa mua. Sigurisht do ishte West Side, më mirë. Nëse ose shiko, e di pse sepse Dr. Flori dhe Miri kur e nisën bashkë e dinin shumë mirë se çfarë i duhej. E kishin kokë gjën. Pra, ishte fat për mua që isha pjesë që ishim në të njëjtën klasë dhe që Miri i thot, "Ore, neve e provuam Polandi se ne këndonim në gjimnaz gjatë pushimit këngë Boyz II Men, këngë R&B të ndryshme etj. E ka të zëri melodios që mund ta plotësoj grupin sepse hip-hop ishte shumë e vështirë për ta çarë, ishte tabu. Edhe treshe ishte prap shumë tabu. Neve nisëm me këngë 100% hip-hop dhe u detyruam ta përshtasim sipas muzikës vendit, pra ne nuk jemi 100% hip-hop. Jo. Të thua se kemi përshtatur, po e kemi përshtatur enkas për shkak të mbijetesës, se ndryshe ti pastaj do dilje jashtë loje. Qartë. Nëse Flori ishte ai genialiteti, nëse Miri silte atë popularitetin, atë çunin më të zakonshëm që do ta kishte shok klase, ti silli një model vërtet shumë simpatik, shumë modern. Patjetër. Dhe mendoj se e gjithë treshja, dhe kjo ka qenë një tipar shumë interesant që mua West Side në të gjithë historinë e ekzistencës së tyre më luanin mend por nuk e kuptoja qa janë West Side-et? Miri dhe Flori talleshin, Miri sidomos, kur bëshin bashkë, kishin atë tendencë që të ngacmonin. Sepse pikërisht për këtë pjesë e korrektesës së egzageruar sipas atyre me fjalë Orlando që tensionohet, çika buri dhe ose një jetë ke, edhe e thoshin e di pse të morëm ne ty në grup më burr, se ti isha më simpatiku për ne të morëm, edhe talleshin bëshin shaka qeshën të dy me njëri tjetrin. Edhe kjo është ajo Po, simpatiku, përveç asaj edhe interpretimet, zëri jot në shumë këngë duket sikur janë bërë fiks për ty, edhe mbas edhe janë bërë duke menduar se si këndon ti, do janë për shtat. Po, patjetër që janë ideuar edhe për. Po. Prapë thoya që West Side këtë kishte gjën më të çuditshme tek unë personalisht paktën që për shembull, my ment Karate Dua do jem, nuk e di çfarë viti ka qenë 2008. Sigur 2008 dhe jo 2007? Miri është më mirë me kujtesë. Mund të jetë 2007. Mund të jetë diçka tek fillim 2007. Po, mund të jetë 2007, Edhe mund të ato vite, një ato. Më mend kanë qenë shumë i mërzitur, kam qenë student i ri në moshë, edhe filloj thash plako vetëm kjo s'më duhej, kupton? Rash depresion me atë këngë. Po ishte shumë e rëndë më burr, kupton? Isha gjasi i mërzitur me ca gjëra. Po dhe nga ato këngët që ti pavarësisht se janë atë gjendje edhe ndihesh depressed, i stresuar dhe i mërzit, ti prap do ta dëgjosh, sepse është i depresionuar, kupton se e do atë ndjeshmërinë. Aty më çuat për dhe fare me atë këngë. Dhe pastaj keni këngë tjera, au çike, kena lind për çef, domethënë, thua ç'a janë këta olla, ku qëndrojnë, kupton? Pastaj keni bërë këngë që kanë pas sociale, këngë me energji të fortë, këngë të mesazh, kupton që është të gjitha baladat më të ndjera. Të frymzuar nga histori dhe nga fenomene, dhe nga dukuritë e shoqërisë shqiptare. Pra, kjo ka qenë e veçanta Dr. Florit që historinë tënde që ti e shpreje me këmbë me duar, ai e merrte dhe të thoshte urdhëro, këtë ka dashur të thot autori. Ore, të shkojmë tek e dyta se na humbi ritmi. Kjo është shumë e ëmbël, po të unë nuk e di pse lyej para te, po lyej gjoja për treguar se ku do lyesh. Ti je udhërofyes te kjo pjesa. Gjoja po me radhjen ato. Se kam shumë qef Lando.
Jam shumë qeftë. Dhe gjendot çfarë mund të ketë? Ka një frut. Jo, sepse shumë intense kjo. Është intense. Ka pineapple, ka kështu ananas. Pineapple. Tani. Kjo më ka Ka dhe çik mango, ka dhe çik pineapple, ha? Ma thuaj se është i pari i ftuar që i përshkruan kështu, ha? Më ka kalu tek në fyt ajo djegësira. Nuk e ndjen jo tek maja, jo tek maja çik më brenda gjuhës. Pjesa në më mes të gjuhës. Jo, po në mes. Çik Jo, më sipër. vetëm maja gjuhës më Çik më sipër dhe ja tani që po flas ka ngelur këtu tek pjesa e gjuhës dhe lehtësisht. Është shumë djegse apo është? No, është okay. Është okay. Edhe këto do të thonë shonë Rud. Nuk e dia do ta gjejmë dot, janë ca kështu, Kalifornia janë ca kështu, i ke parë sa video në YouTube që çajin dhe bëhen për spital? Po. Ndoshta jo tek ato. Jo, ndoshta jo tek ajo niveli, po kemi. I keni? Po kemi nga të gjitha. Po janë nuk bëhet fjalë. Kisha një çun që ishte këtu komshi dhe tha unë ha edhe Nutellën tha kur i hedh speca, edhe e provoj dhe nuk është mirë akoma. Po këto ku i ke gjetë? Në Amerikë. Okay. Një porosisë Amerikë, se nuk është se ka këtu shumë. Okay. Nëse gjë që duhet pyesja ishte muzikën që keni bërë, edhe kjo pyetje e vështirë në fakt, po. S'ka gjë, jo, të lutem. Muzikën që keni bërë për ta pasqyruar realitetin apo për ta përballuar realitetin? Shumë e bukur është edhe kjo si pyetje. Atëherë, këngët janë bërë ta nisim kështu. Këngët janë bërë të frymëzuara nga realiteti. Kënga e parë që ne kemi dalë si treshe, se kënga e parë ka qenë Miri me Florin, Tik-tak tingut e jetës. Që i referoheshe kohës 97-s. Dhe kënga 99 që quhet Deluzion, ku ne kemi dalë për herë të parë si treshe në këngën magjike. Deluzion nga vetë titulli është zhgënjim. Zhgënjim nga kush? Zhgënjim nga politika e kohës. Pra, supozoj që Shqipëria vinte nga vitet pas demokracisë, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, dhe ndërkohë në 97-98 kjo politika nuk e dashka Shqipërinë si gjithë Evropa, dhe revolta jonë në 99-ën ishte që jemi ankuar kohë që na ka sulmuar dhe na ka vrarë, na ka prerë Turku, Gjermani, lufta e parë, lufta e dytë botërore etj. Por ndërkohë që një keqe më e madhe që ka politika. Pa mbajtur anë majtas apo djathtas. Pra politika në vetvete që nga se thua zihen dy e haka i treti. Po. Dhe kjo ishte revolte që deluzionit, po zhgënjimi nga një politik që e përqafu më fort, por ndërkohë nga ana tjetër nuk na doli ashtu siç duhet, nuk që nga politik nga populli për popullin dhe me popullin. Po, nëse a nuk e meriton çdo popull politikën që ka? Jo, dakord, po nuk duhet ndalesh specifikisht tek kjo. Pra tek fenomeni, patjetër që po. Çdo kush duhet dalë dhe të protestojë aq sa mundet, por në mënyrë konstante. Dhe kënga tjetër ka qenë në hapet e tua në këtë dhe kënga tjetër mesazh ka qenë e frymëzuar nga histori dashurie. Aty ishte kliku, Aty ishte dashuria kujt ishte ajo? Dashuriçkat po themi të mia dhe të mirit. Tuaja, domethënë eksperjenca tuaja, eksperjenca, disa ndikime dhe tekstet nisu nga këto përjetime të njërit dhe të tjetrit dhe ai e krijoi atë fabulën. Neve e morëm autorsinë dhe thamë se shiko ky e ka bërë për ne. Por kënga është për këdo, ka njerëz që janë fejuar dhe janë martuar me atë këngë. Pra kënga e ka arritur, por i ka tejkaluar pritshmëritë. T'imagjinosh që kanë ardhur një jetë fëmijë me këngën mesazh, plak, ja ka arritur misionin. Po, është e njerëz me aq në Amerikë mbyllën dhe kapitullin dhe hikin. Ndërkohë që kratet tua do jem, ke gjithë bota jemi dy, kemi mbi gjithë shka, ke Tirana, ke Hoçike, ke Unë dua AA. Ku dëgjon, merri me radhë të gjitha. Ka shumë gjëra që janë të frymëzuara nga realiteti. Dhe ai ka bërë, ne ja kemi vënë në dispozicion publikut për t'i shijuar dhe për t'i pasur si trashëgimi. Hajde more Landi sa serioz që ke sot. S'ke vajti se të bëj pyetje serioze. Jo. Ke menduar ndonjëherë solon? Një moment që unë kam dashur të bëj një këngë solo. Ishte një moment që grupi ishte mirë dhe në rast se unë do dilja, pra nuk mund të bëj një karrierë si një individ brenda një grupi dhe si solist. Nuk i bën dot të dyja paralelisht. Sepse njëra dhe tjetra kërcënohen. Jo, them pas asaj. Apo pas asaj? Pas asaj kur iku Flori, kam tentuar. Por më tepër ishte ajo nevoja me çka kuptova për të kënduar në skenë se sa realisht për të bërë diçka, sepse ajo do staf, do njerëz nga mbrapa, do njerëz dedikuar, do njerëz që ta din, pra nuk është thjesht të shkosh te një rroba qeps edhe vishe kostum, duhet të jetë dikush që ta di masën tënde, ta di se cilët shprehje dhe cilit kostum i ri ti, që ti ta veshësh, po e them kështu në mënyrë Jo, qartë. Metaforike, figurative. Metaforike që se përndryshe pastaj do përfundosh
E qartë. Roma për Toma. Sa vështirë ishte që ti duke kur ke qenë gjithmonë i menaxhuar mirë në sensin emocional, ke qenë njëri që ke bërë hapat me shumë kujdes brenda kësaj karriere që për moshën që ty që ishin shumë të rinj mund të merrte edhe për kod, domethënë mund ta shkatërroje realisht jetën. Nuk është se është një shembull i padëgjuar, zakonisht ndodh ajo. Nuk është. Sa vështirë ka qenë që ishte sporti një shpëtim për ty, ishte një mjet për të kontrolluar veten? Sporti ka qenë gjithmonë një sport i besimi, shoqëria kanë qenë gjithmonë ato shtyllat që unë jam bazuar, po për të bërë punën mirë, jo për të fluturuar me pras. Dhe fat shumë i madh nga Zoti ka qenë që domethënë kjo është fiks një gjë që është vënë mendor që ne kemi qenë të tre që balanconim njëri tjetrin, karakteret e ndryshme pa lidhje në formë fizike, në këndime etj, por që kur vinte puna për një punë, të tre bëheshim copa dhe të tre bëheshim një. Nuk kishte unë, kishte ne. Në qartë. Më fole pak, po direkt pas 4 se atje më ftohesh më burr, pse më ftohesh. I toleron janë. Po zgjedh. Jo, po ne shikoj, neve do ta fillojmë, nëse është më djegsa, neve do ta fillojmë aty herën e dytë. Ja, kjo për shembull podcastin e dytë. Do ta ndjesh fare. Kjo është e ëmbël, pse këndshme. Këto janë për gra. Rudo. Misogjin komplet pa lidhje. Jo për gra, jo, kjo është për fëmijë. Dgjoj, do ta fillojmë të marrë sa tjera në Amerikë, në Meksik. Ju bëjmë këta, shiko. Meksik i ndi. Ore, shiko, jeni tolerant se po të marrësh për shembull gocat janë më pak tolerante o burr. Nuk është se dua të jem misogjin. Unë do t'i bëj. Do t'i bëj nga dy herë. Jo, do t'i bëj mix të gjitha, Është shumë e përballon shumë. Kjo kaloi direkt tek pjesa e stomakut, djegësira. Po si ka mundësi për diferencim mos i ndjej, mua gjitha këtu i ka po. Është më intense. Është më intense? Është më intense. E ndjeva që është më intense. Po. Atëherë është më intense, është më ëmbël, mua më duket sigurisht një lloj. Nëse duhet ta rimendojmë këtë pjesën ta filluani nga fundi. Edhe, kujdes ore se edhe mund të digjen. Okej. Tani ju në 2017 sigurisht e përmende riktheheni. Po. Në 2017. Dhe vini me këngën Beso, që ishte një këngë e nisur nga ishte një këngë tribut për djalin që e ka bërë Dr. Flori ndjes pas. E la në mes dhe Miri shkroi pjesën tjetër dhe ne e bëm tribut për Dr. Florin. Pra është një këngë me 2 tribute. Me 2 dedikime. Flori për djalin, ne për ju për Florin. Florin dhe i treti është që për gjithë publikun. Po. S'kam çfarë të them, domethënë ta lexojmë tekstin? Po, mund ta lexojmë. Lexojmë. Ku jemi, ta gjejmë shpejt e shpejt. Kur të vishti në këtë botë do fillosh të belbëzosh, pastaj ti do të flasësh, do fillosh që të mësosh, do pyesësh ku ke lindur për gjuhën që flet tani dhe unë ty do të them këtu je në Shqipëri, ku ndryshe do të flasin dhe ndryshe do përballesh. S'ka modele, heronjtë e prallës. Do të shohësh ti modele që janë të korruptuar, janë ata që pa fytyrë kanë vjedhur dhe mashtruar. Do shohësh ti të drejtin që për bukën po lufton. Do thuash ti vetes këtu ka një gjë që s'shkon, do ngresh shumë pikë pyetje. Pse nuk ka drejtësi, pse nuk ka liri këtu në vendin tim? S'kam çfarë të them vetëm beso. Domethënë kjo është shumë e trisht që ti bën gjithë të hyrje dhe në fund fare ndjehesh i pafuqishëm dhe i thu djalit, s'kam çfarë të them vetëm beso përpara çdo vendimi mbi sytë edhe beso. Kur botët të vinë përballë, ti lutu dhe beso qëndro. Pra është shumë emocionues, po. Po unë në fakt kam dëgjuar para se të publikohet kënga ndërmjet Albanit, edhe kam qenë në ato momentet që po punoj edhe mua më ka përfshirë emocionalisht ka qenë dhe është absolutisht një super këngë. Ndërkohë që interesanti është ju riktheheni edhe prapë jeni sukses. Duket unë them lavdi Zotit gjithkohë, sigurisht pasione etj, edhe ajo që më vjen shumë mirë është fakti që edhe Albani po prapë është një Kondi family brenda, një nga familja Kondi. Po sepse është ai pra kostumografi që ta di, edhe përfshirë edhe te kënga e fundit, ose edhe në këngë të tjera që kemi bërë, ai nuk është lloji producentit që të thotë, kjo kënga që ka mirë ta këndoj vetëm, mos e le tjetrit. Ai është lloji producentit që këngën kur e bën i thotë, kjo kapelja, kjo veshë i ri Rutit o vlla, nuk i ri Landit. Me gjithë respektin, ti do ta bësh për çështje ego, për çështje fame, për çështje biznesi, po nuk është për ty më plak. Dhe ai këtë e ka shumë të mirë që sipas vendit dhe kuvendit, kjo këngë është për ty, kjo këngë bën. Dhe maksimizohet e gjithë gjëja. Pra, në këtë pikun
Po them që ai është rikthyer më fuqishëm sepse vitet e para kanë qenë shumë të vështira. Mbas asaj që ndodhi dhe tash ai e ka gjetur veten e di çfarë do, po punonte për veten e tij për ca gjëra që janë jo wow, po duhet shpirt në llaf i ri. Në fakt Albani është jashtëzakonisht talentuar, unë kam pas fatin që me Albanin të kaloj disa net të këndshme bisedash të thella për jetën tërësi, se për artin E kupton shumë mirë. është një njeri jashtëzakonshëm, për te artistit është njeri jashtëzakonshëm dhe e të besoj 100% kur flet për altruizmin e tij, për inteligjencën, për të kuptuar se çfarë duhet dhe mendoj se tani besoj edhe për mua është momenti i tij që të shpreh eksaktësisht. E di pse flas shumë me këmbën dhe me duar dhe me seriozitetin, Rudo, flas sepse janë specie në zhdukje. Po, qoftë ti, qoftë tjetri, qoftë edhe ne. Edhe prandaj them lavdi Zotit që e kemi këtë mundësi. Ishte e pakonceptueshme për mua valla që neve do vazhdonim punën pa doktor Florin, se është truri dhe zemra. Po. Nuk ishte o kjo, ishin të dyja bashkë burrë. Dhe kjo ishte gjëja. Dhe në këto kushte, për atë që është specën zhukë, unë e admiroj dhe e vlerësoj dhe themore, prandaj them që këto kuadrat ligjore, këto drejqe, gjërat dhe shejtan duhet të ekzistonin, që ti t'jepe mundësia atij që vërtet ka vlerë dhe që i ka duk puna. E di. Po, në fakt, direkt pas kësaj. Te pesa jemi, Kjo katra, nuk është ashtu siç dukej. Jo, kjo katra është prezente. Dogji, akoma? Jo, është prezente. Dogji. Landi, kujdes. Jo, po unë do t'i qëndroj asaj time se... Jeta duhet të të mësoj, shiko, lyj më pak o çka. Jo, unë asaj time do t'i qëndroj. Qa duhet, do e qësh deri në fund. Do e qoj Jo bashkë. vetëm në fund, po edhe sikur të përvolohem unë këtu o plak. Vetëm për ato fjalën që thash, me zë me figurë. Neve pa t'ishim pa kamerë dhe unë do ta mbaja llafin. Imagjino aty tash çfarë bëja. Tani është publike. Erdhën. Erdhën? Erdhën njëre. Ore, mimi, unë e ndjeva këtu tani këtë. Erdhën fiks. Erdhën. Djek. Djek, jono, janë gati birat e posla? Të lutem dha se... Ore, pse do që nga pesa kjo? Jemi ftorë në që. Ore, sa vështirë është? Ore, Sa vështirë, e di. Sa vështirë është. Se ke disa grupe që kanë qenë yje, more, i kanë pas dhe të gjitha këto që thua ti, që kanë pas... Më vjen keq unë ngatrova. I kene ngrirje, i more ngrirje? Të ftota. Do që lëmë, lotove qik. O, zot. Nuk duhet të nëzitosh kur, Landi, kur? Qa të kam mësu jeta të kam mësu, mos... Si thonë shkodron, ty vet janë qef? Janë djekse mu, beso mua. Janë. Po jo birë plak qumësht. Pi burri qumësht po. Mori shumë, lyu 2 herë, burr. Prandaj është dje kur ka shumë që të pesë. Sa vete kam bërë këtë provën? Po filloj pyetja për shembull sa e kanë bërë 39, 40 vete. Sa e kanë çuar deri në fund? 37. Qa thumë, Allah? Ka që keqë, unë? Bëjnë ajtë pyetje, bëjnë. Kupa me ka pak, apo kupa pa ka pak? Po jo, një sekund, ka një diçka. Bira të ndihmon disi që ta qetësosh. Ja, po duhet të... Unë them që duhesh e pirë kjo. Do që shumë, dhe? Ecem. Vetë kërkova, valla. O, më kënaqi ky më. Mjeri është një ndër personat dhe nuk është e them unë, po është thënë nga shumë njerëz, është një nga personat, Bles Jul Deda ishte i fundit që lexova. Me Dasarën, disa po shikoj, që është personazhi më i kritikuar në gjithë historinë e Big Brotherit. Pse mendon se ka ardhur gjithë kjo kritikë? Në mos gabohem, Juli ka thënë që Miri është njeriu që e kanë goditur. Goditur, e kritikuar, më i kritikuar po.
Po, kritikuar është tjetër gjë, se kritika ku ma gjenë, se neve jemi këtu ku jemi sepse kemi pranuar kritikën dhe gjithmonë i kemi pasur zët kur na bënin më shumë. Më i sulmuar. Pra, goditur më i sulmuari në çdo Big Brother. Dhe ky format i tillë ka qenë. Është zgjedhur që ky format të jetë trysnia, presioni dhe skandali më i madh i gjithë formateve. Jo për ta ulur, por ajo që e bën të veçantë të Big Brother, unë s'kam parë Big Brother sa ç'kam ndjekur të Big Brother. Është Big Brother i parë që kam ndjekur dhe me shënime madje, sinqerisht. E kam parë dhe i tillë është formati. Pra njerëzit nuk duhet të hedhin vrerë, çfarë po bën ande këtë, sepse kemi të bëjmë me faktin që aty kemi njerëz që janë 18+, pra janë majoren. E kanë fatin e jetës vetë në dorë, kanë nënshkruar një kontratë, nuk i ka hedhur njëri hi syve, dhe është ndërtuar në mënyrë të tillë që të ketë tension brenda dhe tension jashtë, dhe këtë e ka arritur ky si Big Brother. Mirë është më i godituri në të gjithë reality show, jo vetëm në Big Brother. Pra nuk ka asnjë reality show dhe nuk e dia do ketë kaq të përfolur, dhe nuk ka pasur asnjë personazh të sulmuar sa Miri. A është e drejtë sulmi që i ndodh apo është i egzageruar për shkak të formatit? I tillë është. Ky Big Brother i tillë është, pra nuk është njësoj njëshi me 5. Po pse pikërisht Miri dhe jo Mateo, jo Selina, jo? Unë besoj e para sepse Miri është lojtari, unë pa që është lojtari fort. Se në fillim të gjithë donin të rinin afër, sepse e pan atë pjesën që Miri u Westside dhe tjerë dhe kishin kuriozitetin ta njihnin. Pastaj në një moment caktuar secili duhet të vazhdojë lojën e vet, dhe duhet të pozicionohet që të marrë fatin e tij në dorë. Mirin, sepse Mirin e shikonin që nuk e çajnë dhe nuk e hajnë dot. Dhe në këtë pikë të krijojmë situata të paqëna. Pra aty janë thënë gjëra të paqëna Mirit, janë thënë si për shembull pervers, gigolo, domethënë si nga brenda si nga jashtë shtëpisë, i paburr, anti-shqiptar, jeton kurriz të tjerëve, shkel mbi kufoma. Edhe 1 milion gjëra që ata që e njohin nuk mund t'ia thonë Mirit këtë gjë, sepse nuk është në kontekst loje. Pa, a e njohin? Player, ata që ja kanë thënë e njohin. E njohin si nga jashtë si nga brenda. Pra, pse ata persona që kanë qenë me mendim negativ për Mirin kur kanë hyrë, kanë krijuar një mendim pozitiv, përfshir Rogertin, përfshir Edisen, përfshir Lidien, Joelën, tjetrin, shumë persona që kanë hyrë me një mendim se i duke Miri arrogant nga sjellja, dhe pastaj kur kanë futur aty brenda kanë parë që jo, nuk është ashtu siç duket nga jashtë, është tjetër gjë. Dhe nuk di të them sepse sigurisht arsyet janë edhe për shkak të lojës, pra në fund ditës të vlerësoj për të gjitha këto që ke, po do të bie vëlla se është loja ime dhe unë du lojën. Duket sikur me këtë Big Brother që sulmet po i ha Miri, pra qimja është bërë tra dhe rrofë se bebi, pra se njerëzit thonë ka bërë gabime në ato kafenetit, ka bërë gabime, por unë që e kam parë nuk më duket se ka bërë gabime që ta sulmosh dhe të kapesh dhe t'ja keq përdorësh dhe t'ja shumë fishosh. Dhe jemi në kuadër loja, pra qoftë historia e krevatit, qoftë shkëputja, pra qoftë batuta që tha e kam si vajzën time. A është batut sipas e? Po batut është sepse nuk është se mënyra se si e tha gjatë pramit, ai e tha, pra unë e njoh dhe Mirja kam përshtypjen që do i ketë vujtë atë pjesën, sepse e ka thënë diku tek prami 3, prami 4, diku nga fillimi. Kur Selin deklaroi diçka, Miri tha edhe unë tha e shoh si vajzën time. Dhe unë e njoh si karakter atë Miri kur do të dalë nga një situatë, thotë po në rregull. Në ashtu është se tuti dhe e mbyll. Po Big Brotheri nuk të toleron që të thosh ashtu është si them unë. Faleminderit. Gjej shesh bëj për shesh. Pra në këtë pikë kjo është situata e Mirit. Gjej shesh dhe bëj për shesh. Pra kanë gjetur shesh dhe e kanë bërë për shesh. Çfarë po na thua ti kam si vajzën time? Bieri. Çfarë thua ti këtë? Bieri. Çfarë jeti me familje? Po si burri me burrë martuar ti flike me këtë, po ti ke ndjenja. Ndërkohë nga të dyja palët është deklaruar që s'kan ndjenja s'ndjeje njërin tjetër. Çfarë theti këtë? Je babai poshtër, je i paburr, futja, domethënë të gjitha gjërat që ai ka e kanë goditur për t'ia rrëdzuar. Nga kush? Nga njerëz që s'kan praktikisht asgjë. Çka keti famën? Biret ja rrënzojnë famën. Çka keti familjen? Ta familja ta godasin. Çka është Miri i dashur? T'ia qesim të kundërtën. Pra çdo gjë që është ajo
pra nuk po them që Miri është shenjtor, se e kam thënë edhe më parë. Miri nuk po kandidon për të bërë papa vlla. Është Big Brother dhe ky Big Brother është Po ka imperfeksionet e tij si çdo njeri më, absolutisht. Ka Po patjetër, po është lojë, më duhet ta kishin marrë me sportivitet, por me çfarë është parë, nga gjithë kjo kohë është ka qenë e pamundur ta marrësh me sportivitet të Big Brother. Unë këtu do doja që gjithë secili për ty ta shijonte, edhe në fund ditës. Po nuk është ky formati, domethënë aty është eksaktësisht aty është që të gjesh një defekt, një krisje të vogël për ta sulmuar. Atë po them. Edhe atë po them pra. Ideja është që nëse ai format do të diqte kaq, është hiperbolizuar dhe është bërë si një në vetë Big Brother atë bën. Po pra. Domethënë amplifikon këtë situatë që në normalitet, mbase në jetën e përditshme do të kaloheshin me një po mirë. Amplifikuesi i amplifikuesve. Ka qenë më i madh. Po prapë këtë sa rit kuptoj, pse për shembull pikërisht Miri është amplifikuar kaq shumë? A ka qenë mbase llojet e situatave që kanë lejuar të ketë një amplifikim kaq të madh, domethënë kanë qenë situata që e lejonte që të shitej një lloj moraliteti kaq i madh, apo është një konkurrent që është dashur të provokohet, është një konkurrent shumë i kompletuar, që të gjitha këto janë vërtetuar rast mbas rasti në kohë dhe është synuar që ta godasim për ta ulur dhe për të fituar në fund fare lojës. Mënyra se si është goditur ka qenë jo korrekte. Përveç Mirit, po direkt pas gjashtë. Pas 6. 6 apo 7 është? 6 më? 6 apo? 6. 6. Po sa lyen ky mo. Po lye shumë. Nuk ka lyer, nuk ka lyer, asnjë njeri nuk ka lyer. Prandaj digjesh ti 5. Jo vetëm që prandaj digje. Ajo 5 akoma s'ka ikë ajo. Po jo, po ti duhet të thosh atyre njerëzve, madje unë them duhet i mbushësh dhe duhet ta ngjyren minimumi deri në gjysmë, se ndryshe nuk e kupton dot. Po unë nuk dua ti vdes njerëzve. Tani ka një diçka që mua llava më është trash. Edhe kjo ndihet më pak, në gjysmë ndihet pak. Po ka kaluar në gryk tani. Në gryk për momentin po zhvillohet ka një aktivitet. Ka një aktivitet për momentin. Po ajo 5 merri kështu. E papritur, e? Po edhe 6, po si duket tash është veshur ajo. Ja gjua ka krijuar një lloj po. Gjua hiku, gjua s'ndjegje. Gryka tash. Po kjo serioze. Cili është konkurrenti që duket që është favorit, konkurrenti fort për Mirin? Favorit në ç'kuptim që për ta fituar? Për ta fituar. Pavarësisht se është loja shumë arrogante, shumë strategjia e tij, lojtari aty më është dukur Rogerti. Rogerti? Po. Pse? Sepse Big Brother kërkon që ti të provokosh. Pra ti mos rrish tu tash. Edhe kur ne vetë dy jemi miq, me Rogerti është i pabesueshëm lojën e tij. Edhe Miri e di dhe edhe e ka thënë. Se bëra hu për Rogertin, e bëra për këtë të 6-ën. Edhe për Rogertin na kishte bërë do kish fal. Por Rogerti thua ti? Pra mua nuk më ka pëlqyer hyrja aty fare. Fare me ato që i ka thënë Mirit e tjerë nuk e jap si kredite, kanë qenë shumë, domethënë ai mund t'i kishte zbutur këto, sepse vetëm me karakterin që ka dhe me mënyrën se mund të sulmojë, ai do kishte spikatur. Ishte e panevojshme që të përmendeshin fjalë si inçeste, si të kanam zoti, pavarësisht ai i luan me dy kuptime gjërat. Por në formatin Big Brother ai është provokuesi. Por tjetër përveç Rogertit, Selinën si është? Do them atë fjalën që kanë thënë të gjithë që është luftarake. Po që luftarak mund të jenë të gjithë. Po nuk mjafton edhe. Jo, po pra. Inteligjente e konsideron? Është thënë shumë për këtë pjesën që është. Atëherë ka një diçka rrugë që unë kam refuzuar të shpreh me dashje për të gjithë banorët, po e bëj ndoshta për herë të parë këtu, sepse nuk kam dashur të jap një opinion, sepse është Big Brother dhe ti nuk mund të njohësh edhe të lidhesh me një person nga Big Brotheri. E qartë, e besoj. Dhe për t'i lënë meritën gjithë secilit nuk kam dashur që të shprehem, sepse sido që të jetë Big Brotheri është një lojë që luhet në 4D dhe në televizion ti sheh vetëm 2 dimensione. Ke dimensione mangu dhe ti asnjëherë ke një perceptim, po ti nuk je 100% i vërtet. Okej. Sepse nuk i di të gjitha dinamikat. Asnjë nuk i di të gjitha dinamikat dhe në këtë, pra duke qenë që unë jam natyrë që kam qejf të jap një opinion, do thosha më lan do thuaj Bieri drejtë ta është rëndësika. Unë kështu kam zgjedhur, nuk do doja, por nuk ka ndonjë inteligjencë të jashtëzakonshme krahasuar me ndonjë 23 vjeçar ose 25 vjeçar. Pra po themi Juela.
Pra nuk ka diçka që spikatur. 23 kemi qenë dhe ne kemi bë Tiranën me Edi Ramën. Tash ç'do bëjmë? Do vëmë kandar kush është kush, inteligjencë për çfarë? Pra ka qenë një nga personat në shtëpi që e ka goditur shumë fort Mirin dhe me pa të drejtë. Pra për të rikthyer deri ku mund të shkohet për lojë. Por mendon nuk se ka një hiperbolizim. E qartë, mendon se ishte thjesht lojë, domethënë e ka shfrytzuar Selina këtë gjë apo mund të ketë qenë një reagim natyral në ato momente? Se në një moment, shiko, me aq sa mund ta kem ndjekur unë, u duk sikur dhe ajo u vendos në një presion të madh, pati deklarata nga jashtë, jo prindrit, jo babai, deri diku duket e pritshme që ajo të vendosë në një situatë sikleti. Do e mirë kuptoj deri në këtë pikë. Po nëse ne jemi këtu, po ham një soj, po pim një soj, po digjem një soj, unë nuk mundet të them ti në fund fare autorud, pse më dogje më burr. Më ftove te emisionet flak fare dhe më dogje. Ti më dogje, ti e ke fare. Ti. Unë jam 45. E po shikoj se mbase është parë dhe roli i Mirit, e ke parasysh si një burr me eksperiencë. Ti po më pyet gjithë kohës, Landi, do ta lësh? Ti po më pyet. Edhe ky është një rast një rast flagrant, po them. Ti po më pyet, Lando, si po të duket njëshi? Mirë. Lando gjatë gjithë kohës, mos e vazhdo 6-ën, mos e vazhdo 7-ën, po qëse nuk ta mban rryli fytit dhe pompaçia. Mos shko Lando, leje, të rriqu. Tani unë nuk mundet të shkoj aty dhe them Orudo, çam bëre ti mu djem valla se më ka kap stomaku. Ç'ma bëre ti që ke kështu do të filloj tash të marr gjithë podcastet, ngrej gjithë shoqërinë time ta vë kundra teje. Edhe sigurisht do mbrojnë mua, po në fund fare, po tash e dikush në video do thot, Orlando, ja pas ke fut gërnetës skot më plak. Vetë ishe më ta lije më burr, mos e haje kush s'e mban dot. Pra nëse ti më pyet mua gjatë gjithë kohës, ti dhe më kërkon konsent. A duhet të rrequr Miri? Më përpara tash dalin të shpreha, po ti ishte halla milionere, sa mirë për hallën. A kupton? Në dia po ishte gjyshja rrota do qenin biçikletë. Pra. Po, dakor. Pra kjo është situata. Miri nuk ka qenë abuziv në lojë. Të dy kanë përfituar, të dy kanë luajtur dhe nuk mund të ngrihesh, nuk mund ta thash, nuk mund ngrihesh, mund të ta akuzoj ty për lojë. Por e di pse mund të perceptohet si e tillë, sepse njëri është 45 vjeç e tjetra është 25 vjeç, kupton? Ku e ke inteligjencën të rriqur pra? Po ne mos mund të krahasosh 45 vjeçare me 25 vjeçare. Të rriqur më, pse kur do ti, kur do ti je inteligjente tek e para. Kurse tek e gjashta, jo, e ke fajin ti, se ti më gënjeve mua, dhe gjashta duhet më thoshe. Se isha e vogël. Emisioni quhet Flak Fare vlla, ti aty do digj do përsëllohesh. Kujdes. Unë të vë përpara zgjedhjen. Ti besoj që je logjikshëm mjaftueshëm, i pjekur mjaftueshëm, në moshë të plot për të marrë fatet e jetës tate në dorë, ke firmosur kontratë. Hajde ti bi Mirit sepse e pam që mban. Okej, tek 7-a. Dhe do të thuash vetëm një gjë. Po mund të ma përmbledhësh me shumë. Kjo është 7-a, jo no? Ajo është 7-a, po. Prit ta bëjmë kështu. Po i bëj kështu që po i tërheq këto spikasën. Se këto nga flyti tash kanë kalu këtu. E gjashta. I ndjen në stomak tani. Je gati apo do të marrësh çiko? Pra si po më pyet gjithë kohës je gati, dhe tani unë do të them di Orudo ç'më bëre. Po ç'më bëre Orudi? Kjo është situata. Çfarë ka bërë Mirin? Miri? Çfarë ka bërë keq Miri? Miri duhet vinte në mënyrë konstante, Miri duhet vinte pika mbi i. Nuk duhet i lindte. Pra këto shprehjet dakor, fitoti jo. Duhet argumentonte në çdo rast, po kjo nuk është gabim, nuk është që e ka penalizuar. Thjesht kështu e shohim ne nga jashtë. Po ndërkohë, nëse neve japim mend Mirit, hajde ta nxjerrim Mirin nga Big Brotheri, futu ti dhe luaj ti valla. Unë prandaj e mbështes Mirin nga A-ja, te Z-ja, te Zh-ja, te L-ja, te ku e diun te gjithë shkronjat alfabeteve të botës. Sepse po e luan atë lojën, është një eksperiencë e parë e tij që e ka çuar me shumë sukses, ka dhe së fundmi dukshëm po bën për vete publikun. Unë ecën rrugë dhe më thon, "Ore, po çfarë po i bën më buri ideat?" Etj, dhe mundohem të them, "Shiko, Big Brother i formatit të tillë është." Pra nuk është se po ja bëjnë Mirit. Por e thon këtë edhe e kuptoj pse e thon, sepse ai në fund ditës ka duruar më shumë se sa kushdo në këtë Big Brother. Dhe nuk është merita e tij e vetme. Pra edhe lojrat që ai ka bërë, edhe njerëzit që i ka orientuar në Big Brother, i ka dhënë një këshill kur ja kanë kërkuar, kanë dalë të vërteta. I kanë dalë parashikimet kur i ka bërë. Ka dalë lider sepse ka zgjat, ka dalë i preferuar i publikut. Kur i ka ardhur mundësia e Pandorës se ka luajtur në një mënyrë të jashtëzakonshme. Pra kuptohet që ai
është i prerë për këtë lloj formati dhe bën për këtë lloj formati. Po se vjen në diskutim. Të kërkon sqarim. Ore, je arrogant. Ore, po pse? Ma thuaj. Jo, po je arroganti. Ore, ma thuaj më për sqarimin. Po ti je kështu. Po pse ma thuaj? Domethënë askush nuk e ka marrë mundimin ta sqarojë dhe të bëjë një diskutim, pa le më debat me mirin. Nuk ja del dot, sepse ka logjikën shumë të fortë, ka memorien shumë të fortë. Dhe në këto kushte është fitues. Edhe mund të ndodhi, jo. Ti ishe te 8, ha? Te 7, e unë vetë të ti e ke 7 tani. Jo, ajo është 8 më, apo? Ku është 7? Fillum të numërojmë gabim tash. 7 është. 7. Djeg, nuk mund të them që s'djeg. Djeg. E kam një kështu një pyetësor për ty apo. E kam qefën këtë pyetësorin. Çfarë duan këta njerëz më marrin? Këto që kanë për të rrejtë gjitha kështu, morë vesh muhabetin. Ja, po i ndajmë kështu. Do të bëj një për West Side, për këngën e West Side. Do më thuash shkurt fare. Do ta zgjedhësh direkt këngën. Unë do të them 2 këngë, do zgjedhësh njërin. Pastaj me atë që zgjedh ti do të krahasoj me një tjetër, do zgjedhësh tjetër. Do të nxjerrim cila është kënga jote e preferuar nga të gjithat West Side Family. Këtë më bëri një ta bëri një tjetër? Një shok, jo me më bëri me këngëtarë dhe më bëri në pozici, thash aman më bën me këto. Jo, nuk është janë këngët tuaja. Këngët tona. Të West Side. Okay. Nuk të vën pozitë, dija që mund të vija dhe nuk ta bëra këtë gjë. Që të me kolekte tu se e di që kam marrëdhënie të tjera. Apo. As e vogël as e madhe apo jeta shkon? Jeta shkon. Jeta shkon apo deluzion? Dhe ti më buri dhe. Vështira këto. Këto janë Jeta shkon. Jeta shkon apo zemra re? Jeta shkon. Jeta shkon apo në hapat e tua? Jeta shkon. Në kratë e tu do jem? Hajt për dalë këtej tash. Kratë e tua do jem. Kratë e tu do të jem apo çow? Kratë e tua do jem. Apo jehon? Jehon. Jehon? Po jehon sepse merr kontekst kombëtar gjëja. Dhe jehon, nëse mund të bëj një shtesë, ka dalë e treta në festival, mund të dilte e para nëse neve Flori të tha që të bëhesh e kompromisit, që të ishnim termin Kosovë mirë se erdhe këtu ku të takon dhe këtu kanë origjinë trimat e Adem Jasharit. Dhe nuk mund të shkonte në Eurovision si këngë sepse kishte këto element. Interesant. Dhe nuk pranoi Flori ta ndryshonte tekstin. I lumt. Jehon apo e imja? Jehon. Jehon apo tik-tak? Këngë e para? Po. Po them tik-tak që ta rikthej kohën mbrapsht. Okej. Tik-tak apo Marinela? Siç e krahasimi ndër të fundit. Po. Marinela 27 milion views në YouTube. Po s'është me kaq urrë. Jo po që të thon. Jehon. Jo. Tik-tak. Po se do bëj specie, do bëj vetëm specie. Tik-tak apo Marinela? Tik-tak. Tik-tak apo Tirana? Tirana, normalisht. Tirana apo episod? Ke shku deri te episodi, Gëzuar i dashur. Tirana, sigur. Prisej të thoshë këtë. Tirana apo Kenalin për çef? I kanë lerato burr tash. Tirana apo Kenalin për çef? Kenalin për çef. Hajt Kenalin për çef. Kenalin më që rrit çmimi i naftës. Sa burga që na. Kenalin për çef apo Beso? Beso. E Beso apo e gjithë bota jemi 2? Fredi. Ore sa këngë keni bërë kur e vendon, valla? Po shkojte e gjithë bota jemi 2. E gjithë bota jemi 2 apo nëse mundesh? Në mundsh. Në mundsh. Po, në mundsh mbi gjithçka. Ajo është, nëse mundesh mbi gjithçka. Po. Në mundesh mbi vetë. Po. Në mundsh apo çike? Po çike këto dhe ti tash jam. Çike pra. Tamam pas kemi bërë shumë. Çike apo mesazh? Po pritesh. Mesazh apo gënjeve? Mesazh. Mesazh është kënga e landit, po mesazh është gjithë botës, çfarë thua. Është e pakongurueshme akoma. Komplimenta plago për të gjithë gjën. Pra, shef pra që s'm gabon energjia mua që herën e parë, edhe ja ku jemi. Ore, prit se kisha kap një. Tani edhe këto muhabete kafenesh janë. Do vesh te teta? Jo, po teta. Unë s'vetet te teta pa më thënë ti, do respektoj. Unë jam i ftuar, po do të respektoj ty. Te teta. Oh. Lyen shumë of burr.
Pas që duhet bë prova rrug. A marr. Do gjimor. Qa ke vënd të teta ti, po? Qa ke të tetës ti? Do gjivla? Ti a kupton që... A kupton qa efekti kanë ato më plak? Ti thuj jahon, ndërkohë unë them, kënga ishte tjetër për tjetër. Jahon apo tik-tak? Do ishte... Po, tha. Po. Pas. Udo? Ha, nuk ishte? Jo. Nuk është ajo sepse po më... Ke kryu tani kështu? Më shkryu kështu, toleranca. Do gjë, në fakt. Ore kjo gënjeve, tekst në ka për miri. Po. Më thuaj tani, ka ndonjë nën kuptim për gjëra që ka ndodhur brenda Big Brotherit? Se tani në muhabet edhe kafeneve, Po. më parë bie në gjumë mbështet pas meje me orë. Tani luj rulet mesazhet e tua zanore. Tani luj rulet mesazhet e tua zanore është jashtë asaj. Po mund të jetë metaforikisht. Haj, jam unë, si e, përgjigja ke, sot është data 03. Apo të binder mend për ne? Po më djetë këtë teta plako. Së shfare me mua. Landi! Nese, mos as gjas. A ka lidhje me... Ja, i flitet në njeriu brenda Big Brotherit me këtë këngën gënjeve? Pyetja ime është, nëse këtë këngën Xhiku ka xhiruar para se të hyjmë Big Brother, si mund t'ja dedikoj X2Y? E madhe shtypit. Po sigur ta ketë bërë gjithë lojën brenda Big Brotherit për të dalë te kënga. Se miri është palacho! Të e nxjerr me zoror. Miri është palacho, ka bërë vetë gjithë lojën. Sa e bukur kjo. Thua ta ketë bërë. Prandaj ka fjetë një grevator të shes këngën, nëse. E të mëshme ajo. Nëse s'ka lidhje pra, ajo teksti është bërë para. Teksti dhe muzika dhe kënga është bërë para se të mirë të futej në Big Brother. Okej. Do të thënë përjashtohet fare, kemi fjetë në një kështu nuk ka lidhje. Edhe për ne është regjistruar më përpara. Edhe. Okay, jo patjetër. Edhe. Pra, Miri nuk dinte që kush do ishte zëri i vajzës. Ha vllai. Ke ftohtë? Ke ftohtë? Ore ti që ka një stil kështu që vishesh, i blen online apo i blen për dyqan? Online. Po kjo është bler edhe online. Kjo. Edhe online është bler. Po nuk e ke merr kështu për shembull që ta fusin. Po. Që nuk është materiali një lloj ose jo, di ku blen, ë? Jo. Mo di shumë mirë ku blen. Di shumë mirë ku blen. Prandaj për të gjithë ju që dini shumë mirë ku bleni, por për të gjithë ju që dhe nuk dini ku bleni, keni mundësi ndërmjet jutës që tek blerjet që bëni t'i ndani me 4 këste dhe me 0% interes si me blerjen fizike, si me blerjen online, që mos shqetësoni fare. Jemi. Ja, 4 këste 0% interes në Lando ta dish. Dhe përveç asaj vazhdon dhe djegja. Djeg akoma, ha? Ore, ne kemi traditë në Flak Fare, nuk e di nëse të vjen në Barsalet, por ne në Flak Fare gjithmonë tregojmë një Barsalet. Unë Flak jam impir fare më, të dëgjoj kështu si mjergu. Vërtet? Landi. Barsalet, jo, do më japësh pak kohë. Ti jap pak kohë, mund të provojmë nëndën. Djegse bo, nuk e dija që djegse s'kisha arritur në këtë lloj djegsash. Nuk ishe provuar ndonjëherë kaj djegse, ë? Jo. Teta që ka. Do të marrësh shikoma, të ndalojmë çik. Jo. Kam seriozisht. Vazhdojmë. Do them një Barsalet që me ka thënë i madhi Xhevo Zeneli. Ishte një burr, luante, ë? Po ti s'm do të jesh shumë mua. Ha? Një burr luante sha me qenin. Edhe kalon një tjetër i thot, "Ore byra zeri", thot. "Po ç'po bën?" "Ja mo shaj", thot, "Po luaj, se she." "Jo mo e shoh, po me qenin." "Po ja me qenin, nuk e she." "Po ky qen ka i zgjuar, mor", thot. "Një mut është i zgjuar, 3-2 e kam rrahur." Ka dhe ca tjera sa ishte i madh, por po më kujtohet do ta them, jo, po kujtohet se ishte kështu moment pauze, në momentin që mora frym, vajti oksigjenin në tru dhe më kujtohet Barsaleta. Po pse më do gjik shumë mua? Po është më tolerant ky. Ça? Nënda? Do ta çojmë direkt? Të shkojmë te nënda? Haj. Po, mos lëni shumë, mos lëni, lypi çik më pak, pse e kaq të dërlirë valla. Po jo më se unë isha konstant. Ja.
Jo më shumë se aq, se na përvlove. Jo shumë. Kam përshtypjen që do jenë të mërshme sepse ajo ndjesia e parë ka një shihet unifikuar këto djegëse që janë njësoj. Ka një shihet shëmtuar. Ora, se çikuj më plak. Më dëgjon dhe më shikon dhe mua po. Më do të përvloj dhe mua, pa? Jo, e çikuj më plak. O zotëri, e di pse thash shumë si ta heq, nuk ka heq birra, nuk ka heq ujë. Nuk na ka sponsorizuar Lama. Më keq. E di. I thash sillni sponsorin. Bo. Po jo, më mirë ha, mos shpi më bu, se ta bën me keq ujë. Më kishe marrë dia më. Mua dhe Ja, përshi. pas kësaj. Kush do që më shumë pas? Jo, s'm ka ardhur gjë nga 9 akoma. Akoma? Se këto vin kështu olla. Çka mos i merri mua? Me efekt të më vonshëm. Ose mos të vjen nesër ty. Sponsor ujë! Se kemi sponsor. Na fanë dhe për kështu për ujë. Shire, zgjidh me të ngrëna. Futem me birë për atë. Bëhemi tapo, zim shflasim. Po, çfarë përvëllimi mo. O plak, me birra mund të marrë kohë, po unë ta thash. Te 6, 7, 8 u bëra. Çfarë ka ngel tani në vend? 9, 10 dhe 11? Hiqi të gjitha këto. Dhe ja ku jemi. Kjo është sfidë legjendash. Dhe kjo është... Erdhi nënda. Erdhi? I vika me vones. Erdhi nënda, ue. I vika me vones. Dear City. Erdhi nënda, bo. As maj mënd që doja të pyse, si ka mund që jam përvulluar edhe vetë. Pse më ka ndodhe njerë të digjem ka i shumë oda. Përvëllim o plak. Vazhdojmë nesër këtë pjesën tjetër? Qatë vazhdojmë nesër, fleon me mëndi gjithë. Ore, pse janë ka i djekse këto? Janë të reja këto në fakt janë. Janë ka ndëruar salsat. Vetëm tia i dyti, Alesio është i pari. Alesio e mbajti mirë, Alesio nuk e di. Qa bëne njerë, po e hande shumë a i kishte qenë për Tajlanda ndë ishte. Nuk pates një reagim të tillë, janë shumë fort të plak. Nuk patja i kishte qenë për Tajlanda në përgjira kishte ngrënë karkaleca, helmusku, diun që kishte bërë. Bo, tani që mblodhi Jo, fare. ujrat. Kalojmë tash për mua. Kalojmë tek 10-a? Kë ke hedhë 10-a, mos ta ke ngatuar salsa do komar. Kam seriozisht do vdesim këtu për një emision. Ja. Këtu jemi dhe pa firma, do të keqen vllai. Pa? Pa firmë. Si pa firmë? Pa firma Po të kishe firmos çfarë diferencë kishte? Çfarë paç vetë bëra zero. Po pse kur firmos nuk ishte? Po atë nuk dim të flasim më burr, tash që u bëjes edhe. Ha, 1, 2. Ja ka lyer edhe më shumë se unë. Hajde po e fusim. Pra, ja. Po ja njësoj. Ja njësoj dhe vjen aftërtesi më mbrapa. Pra ka një shihet unifikuar 8-9-10, ndihet e para. Nga ti s'ndjen asgjë, ajo të vjen të godet nga mbrapa. Bo. Po për çaj përdorin jo? Heshti në sallë. Këto salsa të reja që ka marrë jam vdekju. Është e bukur se ai e ka në fillim, bam, edhe shpëton, unë bëj kështu si simpatik në fillim. So vlla. O plak e duke kështu si lëng trëndafilje, si shurup. Del karto peceta e fat më plak nga goja. Nuk. E më mirë. E mora vetëm. E mua pse më jep këtë? Kjo është diferenca ime. Ne do ta fillojmë me tjetër, po do kemi 11, se me 11 tjera i bie. Ose do bësh sponsor në një spital dhe ta kesh aty. Jo. Erdhi, po vjen. Vdesur. Olla, nuk po bëjmë do të bisedë fare. Kish bërë terror. Do kështë hyrë në njërë të ferma? Ha? Të ferma. Po ty ta kam propozuar Big Brotherin? Jo.
S'është propozuar? Jo. E kam seriozisht? Jo, pra jo. Do ta kishe bër? Tani që pash mirën se besoj. Se beson, ë? Si do ndryshohet ti nga Miri? Jem i kontrolluar ti? Është më i durueshëm mirë, ja tregoj shumë që është më i durueshëm. Çdo Është më i durueshëm. Pse ti je më pak i durueshëm? Cila është menda jote kryesore? Jo, unë plak, gjitha burr, gjithë Shqipëria nuk do ishte asnjë i duruar sa Miri burr. Ata që kanë kalu. Po pra, Miri duron shumë, ore. Mbase prandaj bine. Tash unë të petalin do ta fush këtu. Petale të trëndafilit socialist. Cila është meta jote më e madhe si më e keqe, gjëja më e keqe që ke si njerëz? Që s'kam të meta. Pra deluziv. Kam seriozisht. Përveç se harron datat. Edhe kështu. O plako. Ato janë me alkool? Po se të sillin kështu. Jo, Po sa të mpin ndjenjat. Po unë që duhet të bëj sikur bëj pyetje, duhet marrë një më prej dera bombastike jo. Ta bëj në highlight në një titull gazete. Po në një bombastike. Miri është 16 vjeç, po ka gënyer për mor, u di. Po. Miri është binjakët, nuk është akrep. Çfarë shenjesh Miri? Çakalli. Ky humori që vjen nga sikleti është gjithmonë më i bukur. Nuk di çfarë duhet pi tani. Jo, më fillojmë la mua. Ja, mirë tani, unë e mora veten. Jo, ja kam seriozisht, kam top. Gati për legjenda. Hë? Sfidë legjendash? Tamam. Pa, çojmë tek 11, nuk kemi më bërë bisedën, ne po do flasim trat ligje tani, s'kam më çfarë flas. Unë do flas kot, ti do përgjigjesh kot. Ora kishte diçka që doja ta thënë në këtë emision dhe nuk pyeta për shkakun. E bëj gjithmonë këtë pyetje. Nuk është se ta pyet ty. Diçka që mund të harroj, për shkakun ishte kishte doja të thoje një gjë. Jo. Jo, po. Ose preka fare këto gjëra familjare, unë di që babai dy çunave që si mrekulli. Fi më çat dush. Ti çat dush. Po çak kot. Çak kot. Ke dy çuna, 5 dhe 2 vjeç. Hë? Bëjnë tani maj, 26 dhe 29 maj. Pak shumë. Fiks kisha atë. Bingo. Të pyes si janë, mrekullueshëm janë, nëse ka një baba si puna jote si do. Faleminderit. Do të bësh dhe një, dëgjova ke me qef të doje Zoti madh gjithmonë, bëj edhe një tret. Mungon një gocë për shkak. Jo, shiko. Un kam Ke dash gjithmonë pra. Te gocë më mungon. Më mungon. Jam kurioz ç'a natyre është. Ta them unë që kam gocë. Po pra, po ma thua ti pra, po se provon do ti. Nuk e kam unë lëkurat e gjë. Di, si nuk di unë çunin. Siç më thoshin që e bëre një gocë, hajde e bëre një çun, hajde me gocë tani. Por ndërkohë kur unë bëra me kështu, thash lavdi Zotit prapë dhe nuk e kisha këtë ndjesinë që Qartë. Uaj, doja kështu. Sikur po thu, do vlla doja një birr, po shkoti në lokal tash edhe zgjedh. Ç'a du një X birr. E piva këtë tash do ato Y-in. Është dhënë nga Zoti, patjetër. Ora njerëzit harrojnë se janë egoist. Njerëzit harrojnë që ka njerëz në këtë botë që nuk e dalin dot kurrë ata kanë të dhuratë. Se kanë dot olla. Ka njerëz Po patjetër, që bore dhuratë është atë. Tash i fillon me bi. O Zot, si kalova mirë? Ma bëj birr, ma bëj çun, mas ti çunit mas 3 vitesh ma bëj gocë. Çfarë po negociata, pra më duket shumë cheap kjo mendim. Edhe unë thjesht jam kurioz që ta di se si është. Edhe unë kurioz jam për një çun tani. Po nuk do ndjehesh keq po dia edhe 3-4 vajza. Dhe jam fans i japim gaz, fans i familjeve të mëdha. Jam dashamirës. Edhe unë, dashamirës i madh. I sfid legjendash në Flag Fare. Deri tani kush e kanë i treti person në historinë e Flag Fare. I treti, se e ka bërë Lesio dhe gocë. Qa do ha më unë, do ha këtë drasën. Do patate. Do ha këtë drasën. Merë patatet e mia. Ti e me sedër, thot, po kështu lyhet ata? Lyhet shumë? Lyhet shumë, po do patate. Sharing is caring. Jo, e di si do më vimu dhe kur ti ke në shtëpi. Në do të marrë në telefon. Dhe jam në dhimbje. Mirë, atë të pyes. Bob. Se unë e marrë ndjesin nga ty më plak. Unë se ndi në fillim. Po si mos unë ndiko? Mos unë ndiko pare, mos shpikoj e gjë. Shiko.
Ja, djeka. Të tjerët si e kanë bërë provën? E kanë bërë që marrin një patate e han, më dëgjon? Hello. Apo është e lejueshme, sepse sfida do të jetë një rregull, pra nëse ti e ngjyen patatën në një masë caktuar, masës duhet ta tjetër, apo s'ka problem. Ti mjaftoj që e Jo, ti duhet ta lysh sa më shumë aq më mirë. Tani ti je ndër ata që janë më se dele, ke lyer më shumë se të gjitha. Çfarë them? Nuk ka kalu njeri më shumë se ty. Po. E përvallove gjatë. Po pres kur të vitash i çupa. Po pra ty të vika pak me vonesë. Me vonesë faze. Bo, verdi fort. Çap kam humbur magjinë, jo no. Kaq ishte, më duket se mbarova. Nuk jam adapt. Jam i smur, më duket se jam ftof. Erdhi. Rreth e rrotull gjuhës. Edhe kur e ka gjurë kam fyt gjithë, si duket kjo dëgjua keq, e kam fyt e kam gjuhë. Po la i marr këto audiot për shembull çfarë s'bëjnë me këto, e xhirojnë porno. Duket keq për zotin. Ua. Po, do të thënë, është e lejueshme që të hash patate? Ha çat doj. Po pra qefit, po. Është e lejueshme, pra nuk duhet ta lësh që të Po jo, po se ti s'ke pse vuar ti për vdekje. Jo. Na dojë olla. O jo, çaj ke hedh po plak. Gënjeve kur the. Nuk të djeg për gjithmonë. Ua, jo, no, plako. Jani më fort. Kushtrim. Ndajaj. Ndaloje. Plako, po del nga hudhët. Më thuaj ti mua tani, për ta lidhur prapë me Big Brotherin. Ky format i tillë është valla, shplak fare apo. Unë do gja vetë, mo. Selina, mund të thot Selina është në rregull, unë jam djeg edhe s'them gjë. Që unë jam miri në këtë rast. Ke diçka tjetër për të thuar, jemi drejt fundit valla. Thuaj, po ke diçka për të shtuar, shtoje. Miri. Miro. Edhe vetëm miri. Edhe unë miri vetëm miri, se kemi xhan, kemi për zemrën, kemi shok mirin. Ju urojmë vetëm suksese, kjo është nga Argjendari Donaldo, është për ty. O da Argjendari Donald. Shnet e pare, Zoti ju rujt. Falenderoj Argjendari Donaldo, falenderoj Petalin që e kemi bërë këtu një trëndafil të madh kartopecetash, falenderoj Tonën që vjen gjithmonë me produkte, falenderoj Bumbum, vdiqi ngordhi. O zot vdiqore, ç'a bëj? Edhe tash do vërshoj komentet. Na e shpife, mos e shih pra flak fare, nuk je për këpush, ta mban stomaku, mos e shif. Mos e ha djegsen. Ose shije. Mos e sha mirin. Mbyllë televizorin, mos e shih Big Brotherin. Po bra. Çaj ke? Kurse ba, mos pi thon Tiranësit. Ose edhe në përgjithësi. Po bravo. Migjojeni këto shprehje të vjetra. Ose pije ka karar se të bëzarar. Falenderojmë Bumbun, pije me karar se të bëzarar. Dëgjova keq nga Po është. Bumbun, Eposin dhe Juten. Falenderojmë gjithë ata, falenderojmë gjithë juve, na ndiqni në rrjetet sociale, flak fare kudo dhe Hoje Media sigurisht për YouTube. Landi, përzemërsisht nga zemra faleminderit. Faleminderit. Përzemërsisht nga zemra. Të gjithë ata që e shohin. Ciao, Taribo, kaq ishte.